Lumë ka pas kundërshtar më të vështirë, është paraqit më mirë, a kështu ke? Kurse si vjetë ka pas kundërshtar më të dobë, po paraqitja më e zbetë. Dorën zemër, unë kom prit shumë më tepër në këtë sezon, unë kom prit që në këtë sezon Drita pa probleme do të lunë do të hinë në grupe, për shkak se thamë krejt parametrat i ka pas plotësum, përvoja, cilësia, kontinuitet në punë, krejt kjo ka qenë prezente, edhe pse unë dorën zemër për të qenë i sinqert, mendoj që edhe vitin e kalum cilin është dasht me kalu në sajet e kualitetit, ashtu si e kom pa unë. Cilja këtë stinor është afër Ligës Kampionëve? Këtë stinor, po. Ama vitin e kalum, Drita ka qenë shumë afër. Shumë afër. Po. Unë e kështu e kom pa. Si vjetë e kom pa Drita tjetë ma e fort, por unë po besoj që parametrat që i thashun janë evident. Kontinuitet në punë, do më thonë ekipi me pak përforcime jo, në kemi ekipe në Ligë Kosovës që pësojnë 80-90% lojtarëve dhe është shumë vështirë ka me pas, duhet me kuptu Prishtinën me gjithat grup 3 të lojtarëve, shumë vështirë ka pas edhe vitin ka lumë, gjithmonë qarkullojnë numër i madh lojtarëve. Dhe për shembull Ballkani ka pak ndryshime, ka kontinuitet në punë. Pse çka është çështje tjetër me që po flasim për Dritën. Edhe si vjetë kom prit unë rezultatet më të mira, më bindëse edhe kom prit që tjetë në grupe pa probleme të mëdha. Duhet me cek se na mundi me lavdru Dritën për ndeshën e fundit, por kundërshtari fundit, që është nga Andorra, ishte shumë i rrezikshëm edhe në bazë të asaj loje se zhvillume, ishin ma bindës në Prishtinë, që kjo nuk do më thënë që Drita në ndeshën e kthimit mundet me këthy, po edhe ishtë dasht. Edhe ishtë dasht. Nështë edhe janë kom prof shumë faktorë, më falë që ndërprejta, edhe fakti që ne lojtum me Lapin, ishte ndeshja e